është shumë e tërshme që e kanë ditë që më shumë se 3 muaj që baba i presidentit Hashim Thaçi është në spital, është në gjendje të keqe. Ja kanë refuzuar, me sa e di unë, 3 kërkesa për lirimin e tij për ta vizituar babën e tij. Herën e 4 e prunën ishte një emocion për gjithë qytetarët e Kosovës dhe për mjekët që ishin prezent atu, sepse të gjithë ne dim që presidenti Thaçi ishte promotor i lirisë të Kosovës, promotor i çdo lloj procesi që ishte i rëndësishëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Është shumë e rëndë tashesh me disa gjipa të blinduar nga këta krymba që këshyrin me poshtru presidentin ton, por ky ishte i furë në luftë, ishte themelusi i ushtrisë shëndetare të Kosovës. Unë jam edhe bashkëtarë i Hashim Thaçit, e di që nga fillimi, që nga fëmijëria e tij, e di historinë e tij personalisht. Në moshën fare të re ishte pres i studentëve, Unioni të pavarur studentëve, ku bëri shumë protesta dhe mbajti fjalime për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pas studimeve ishte themelusi i ushtrisë shëndetare të Kosovës, së bashku me Adem Jasharin, Zahir Pajazitin, Luan Haradinaj, Femi Ladrosi, Abedin Rexha, Ilyas Godra, e shumë Salit Qeku, Agim Ramadani dhe shumë luftetarë që tani ma janë kthyer në brënds dhe janë vrarë për lirinë e Kosovës. Pas themelimit të ushtrisë shëndetare të Kosovës, zotni Hashim Thaçi i priv grupi të Rambujes, i cili e nali Gjakderdhin në Kosovë, dhe pasi që u ndal lufta në Kosovë, Hashim Thaçi me një zgjuarësi të jashtëzakonshme e ktheu ushtrisë shëndetare të Kosovës, e transferoi në trupat të mbrojtjes të Kosovës, ku pak më vonë, trupat e mbrojtjes të Kosovës i transformu në forcën e sigurisë të Kosovës, e cila tash bart petkun e ushtrisë së Kosovës. Pas përfundimit këtij procesi, Hashim Thaçi me zgjuarësitë e tij i bëri gjithë botën pro Kosovës dhe me 17 shkurt 2008 shpalli pavarësinë e Kosovës në parlamentin e Kosovës. Pasi që e shpalli pavarësinë e Kosovës, me zgjuarësitë e tij i bëri që ta njohin shtetë Kosovën për pak ditë me shumë se 116 shtete. Kështu që janë shumë e tërshme që sot 27 vite pas përfundimit luftës, na kemi menduar që është gjykate drejt, por në fillim të kësaj gjykate, akta akuza është ngrit nga një prokuror i quajtur Dik Mart, i cili me akta akuza të Serbisë i kanë ngrit akta akuza ushtrisë shëndetare të Kosovës, duke pretenduar që ushtarët e ushtrisë shëndetare të Kosovës kanë bërë transplante të organeve në diku në shtëpinë e Verë në Shqipëri. Pasi që Hashim Thaçi ishte president dhe e dinte shumë sigurt që ushtria shëndetare e Kosovës ishte e kthjellë si loti, e tradhtuan, e shtinin me votun parlamentin e Kosovës gjykatën speciale, dhe kur shkoj atje, ra poshtë akta akuzë komplet, nuk flitet më absolut për gjykatën për transplante ose akta akuza që këta gënjeshin. Vlen për të zekur këtu, nuk është të gjyku Hashim Thaçi si president, por është të gjyku ushtria shëndetare e Kosovës, sepse gjithë krerët të ushtrisë shëndetare të Kosovës janë duke u gjyku atje. Nuk ka zonë e Kosovës, që nuk kanë arrestu dhe akuzu për krime lufte krerët e UÇK-s. Siç janë Hashim Thaçi, president, Kadri Veseli, kryeparlamentar, Jakub Krasniqi, gjithashtu kryeparlamentar, Recep Selimi, generali i ushtrisë shëndetare të Kosovës, komandant Cali nga ana e Llapit, Mark Shala, po ashtu e prori UÇK-s, shumë bashkëluftëtarë tonë që po akuzohen pa drejtësisht në gjykatën e Hagës. Tashme veç e din e gjithë bota që ata djemt po marrin atje pa drejtësisht me akta akuza
shpifra dhe me disa shpion që paguhen nga Serbia për shku me akuzu atje. Ka shumë raste që i kanë shku, kanë dëshmu rrajshëm atje, sepse ju kanë ofru paret majmim nga Serbia, ju kanë ofru vende në për vende të Evropës, sepse kanë thonë vetëm ana në shtetësin në shtetet ndryshme, për të shpifur kundër ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës. Po.